Sela tha se nuk I beson veprimeve politike të Taravarit pasi ai e braktisi partinë me njoftim në Facebook. Koalicioni Vlen e konsideron ofertë të turpshme kërkesën e BDI-s për zgjedhje të parakohshme. Prokuroria jep detaje për aksidentin tragjik në Çajir, 16 vjeçari nuk ishte helmet dhe leje për vozitje. LSDM ankohet se qeveria po ushtron presion mbi kryetarët e komunave të partisë opozitare. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryetari Aleancës për Shqiptarët, pjesë e Frontit Evropian, Zjadin Sela, ka shpjeguar sot qëndrimin në dritën e situatës e krijuar pas largimit të Arben Taravarit nga koalicioni Vlen. Sela tha se nuk I beson veprimeve politike të Taravarit pasi, siç thot ai, bëhet fjalë për një person I cili e braktisi partinë me njoftim nga ana e një statusi në rrjetet sociale. Sela theksoi se qëndrimin e tyre konkret do ta bëjnë të ditur në rast se përfshirjen e Taravarit në Frontin Evropian bëhet realitet. Mjera I politikan që I beson Arben Taravarit dhe mjera I qytetar që I beson atij. Kështu ka deklaruar kryetari I Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela. I pyetur se cili do t'jetë qëndrimi I ASH-s nëse Taravari do të përfshihej në Frontin Evropian. Sela tha se nuk I beson veprimet politike të Taravarit, pasi siç thot ai, bëhet fjalë për një person I cili e braktisi partinë me njoftim nga ana e një statusi në rrjetin social, Facebook. Ai theksoi se qëndrimin e tyre konkret do ta bëjnë të ditur në rast se përfshirja e Taravarit në Frontin Evropian bëhet realitet. Është hipotetike pyetja, sepse unë nuk është që I besoj më veprimeve politike të njeriu të tillë, sepse kjo situatë ngjan shumë me taktizimet që I bënte përpara një viti, dhe pastaj në moment të fundit shkruajti një status Facebooku dhe iku. Apo. Kështu që mjera I politikan që vazhdon t'i besoj akoma atij. Dhe mjera I qytetar që vazhdon t'i besoj akoma atij. Kur kështu e bëri me mua, që kam pyet veten gjatë kohës çka ka ndodhur, çka I kanë bërë ti njeriu. E kanë bërë kryetar komune, 2 radhës. Në mandat ministër para se. Apo ka pas tjerë aktivistë akoma ndoshta më punëtor që kanë dhënë më tepër kontribut, por ne ja dha mundësi. Ministër, kryetar komune, fund edhe partinë. Apo. Dhe prandaj them mjera I që I beson. I pyetur për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, Sela tha se Aleanca për Shqiptarët e përkrah idenë që bashkë me zgjedhjet lokale të ketë edhe zgjedhje të parakohshme parlamentare. Unë mendoj si politikan që bashkë me zgjedhjet lokale do të kemi edhe zgjedhje parlamentare. Apo. Dhe ne jemi për variantin që të shkohet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Dhe sipas zhvillimeve që ndodhin, çdo hap politik që ndodh I bën më të parafort ai idenë e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare bashkë me lokale. Dhe ne jemi për këtë opsion. I pyetur sa do të ketë takim me kryeministrin Kristian Mickoski, Sela tha se takim nuk ka të planifikuar, por theksoi se nëse do të ketë takim, do të flet për tema reale si ndryshimet kushtetuese dhe përdorimin e gjuhës shqipe. Duke ju referuar bashkëpunimit me Vlenin, ai tha se nuk ka ndonjë bashkëpunim të tillë, por potencoi se është përbashkim të faktorit politik shqiptar, ku siç thot ai, për t'i bërë të qarta gjëra që duhet I realizojnë dhe për t'i dhënë fund mësymjes që faktori politik Maqedonas në qeveri dhe jo vetëm I u bëjnë të drejtave të shqiptarëve në vend. Sot janë bërë 8 vjetë që kur nga kuvendi Maqedonisë së Veriut ndodhi ngjarja e dhunshme e etja e përgjakshme ku ndër shumë të lënduar nga dhuna ishte edhe kryetari I Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela. Me 27 prill 2017 teksa Talat Xhaferi po zgjidhej në parlament, një turm protestues të nxitur nga nisma për një Maqedoni të bashkuar thyen
kordonin e policisë dhe hynë me forcë në dhomën legjislative. Gjyqjet përfunduan me një total prej 211 vitesh burg për 16 të pandehur, përfshirë zyrtar të lartë të sigurisë. Mitko Qafkov mori dënimin më të lartë prej 18 vitesh, ndërsa të tjerët u dënuan me burgim nga 7 deri në 15 vjet. Disa nga të pandehurit, përfshirë deputet dhe organizator të protestave, u amnistuan sipas një ligji të vitit 2018. Përveç Zjadin Selës, për zgjedhje të parakoshme ka shprehur gatishmëri dhe subjekti më i madh politik i Frontit Evropian. BDI thekson se zgjedhjet e parakoshme parlamentare bashkë me ato lokale janë domosdoshmëri për shkak se sipas tyre kjo qeveri po e çon vendin në drejtim të gabuar. Por koalicioni shqiptar në pushtet kritikon BDI-n duke theksuar se pa pikë turpi kërkojnë nga qytetarët t'u japin edhe një shans, edhe pasi për 20 vjet vodhën, mashtruan dhe shkatruan çdo shpresë shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon zgjedhje të parakohshme parlamentare së bashku me ato lokale, për shkak se sipas tyre kjo qeveri po e çon vendin në drejtim të gabuar, ndaj dhe qytetarët kanë nevojë për rishqyrtym politik. Përmes një komunikate ata kanë thënë se në çështjet kyçe me interes strategjik, qeveria përballet me një dështim të plotë në prioritetet që vetë i paraqiti si interes shtetëror. Të nxitur nga motive populiste në prag të zgjedhjeve lokale, sipas BDI-s, qeveria e hodhi plotësisht dosjen europiane të vendit dhe mundësinë për të vazhduar negociatat me BE-n. Në fjalimet e tij populiste dhe emocionale, kryeministri jo vetëm që refuzon mundësinë e plotësimit të kushtetutës me disa pakica, por edhe krenarisht e paraqet si suksesin më të madh politik të vendit shmangjen e detyrimeve erga omnes që rrjedhin nga marrëveshjet strategjike me Greqinë. Kjo vetëm tregon se presioni publik i zgjedhjeve e ka larguar plotësisht qeverinë nga dosja europiane, e cila vetë e ka quajtur prioriteti numër 1. Kjo gjendje jo normale krijon një nevojë të qartë dhe të pamohueshme tek qytetarët për rishqyrtim politik të qeverisë. Kundrejt kësaj ka reaguar Vlen duke thënë për BDI-n se pasi për 20 vite vodhën, mashtruan dhe shkatëruan çdo shpresë shqiptare, tani ende dalin pa pikë turpi e kërkojnë që qytetarët t'ju japin edhe një shans. Ata vlerësojnë se Vlen është përgjigjja e shqiptarëve ndaj kësaj politike të kalbur për të zbatuar ndryshim. Ata që për dekada e përdorën pushtetin për interesa personale, sot të frustruar dhe të zbuluar para qytetarëve, kërkojnë të kthejnë kohën e vjetër të kapjes dhe shantazhit. BDI, që çdo institucion zhndërroi në deg partie, që nënshmuan intelektualët, që ja dorëzuan të drejtat shqiptare pazareve të ulta, sot kanë frikë nga drejtësia. Vlen është në qeveri për të zbatuar ndryshimin që shqiptarët e kërkuan me zë të lartë dhe nuk do të ndalet derisa secili shqiptar të ndjehet i lirë, i barabartë dhe me dinjitet në vendin e vet. Ata bindshëm thonë se në tetor në zgjedhjet lokale, Vlen do t'i fitojë të gjitha komunat shqiptare, do të jetë në çdo komunë, në çdo institucion me duar të pastra dhe me fytyrë të bardhë para qytetarëve, duke shtuar se koha e BDI-s ka marrë fund dhe se era e ndryshimit ka filluar. Autoritetet kanë dhënë detaje për aksidentin tragjik që ndodhi mbrëm në rrugën Çajrçanka, ku humbi jetën një motociklist i moshës 16 vjeçare. Është konstatuar se 16 vjeçari drejtonte mjetin pa leje drejtimi dhe helmet mbrojtëse, si dhe mbi shpejtësinë e lejuar. Prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike në Shkup, mëngjesin e sotëm ka kryer kontroll në vend në afërsi të rrugës Çajrçanka, ku në një aksident të rënd trafiku ka humbur jetën një motociklist i moshës 16 vjeçare. Sipas konstatimeve fillestare pas kontrollit, thuhet se 16 vjeçari drejtonte mjetin pa leje drejtimi dhe helmet mbrojtëse, si dhe me shpejtësi të kaluar shpejtësinë e lejuar, nga ku nuk arriti të shmangte një skuter elektrik që drejtohej në rrugë nga një 14 vjeçar. Në vendin kritik ai nuk arriti të shmangte një skuter elektrik që drejtohet në rrugë nga një 14 vjeçar. Në aksidentin e trafikut, drejtuesi motocikletës ka pësuar lëndime të rënda dhe ka ndëruar jetë në vend, ndërsa i mituri që drejtonte skuterin ka mbetur i lënduar dhe është dërguar për tretman mjekësor.
Për përcaktimin e saktë të shkaqeve të aksidentit, prokurori publik ka lëshuar disa urdhëra dhe udhëzime, ndërkaq që pamjat e vëzhgimit me video të vendodhjes specifike sigurohen dhe shqyrtohen. Sipas njoftimit të prokurorisë, në trupin e të ndjerit është lëshuar urdhër për autopsi, ndërsa i mituri që drejtonte skuterin do t'i nënshtrohet edhe analizës për praninë e mundshme të alkoolit apo substancave të tjera të paligjshme. LSDM-ja është ankuar sot se qeveria po ushtron presion mbi kryetarët e komunave të LSDM-s. Zëdhënësja e kësaj partie Bogdanka Kuzeska theksoi se sektorët të ndryshëm nën kontrollin e Ministrisë së Brendshme, inspektoratet dhe shumë institucione të tjera kanë vërshuar komunat e udhëhequra nga kryetarët e LSDM-s. Zëdhënësja e LSDM-s Bogdanka Kuzeska ka akuzuar se qeveria po ushtron presion mbi kryetarët e komunave të LSDM-s. Ajo thot se të gjitha inspeksionet e mundshme, sektor të ndryshëm nën kontrollin e Ministrisë së Brendshme, inspektoratet dhe shumë institucione të tjera kanë pushtuar komunat e udhëhequra nga kryetarët e LSDM-s. Qeveria madje shkon aq larg sa të ushtroj presion mbi anëtarët e familjeve të ngushta të kryetarëve të komunave, me zhvendosje të paligjshme nga vendet e tyre të punës në vende tjera pune, jashtë vendbanimit të tyre. Ky presion është selektiv dhe tendencios, i drejtuar ekskluzivisht ndaj komunave ku kryetarët e komunave janë nga LSDM-ja, ndërsa në komunat nën kontrollin e DPMNE-s nuk ka fare kontroll. Ky është një shembull klasik i keqpërdorimit të institucioneve shtetërore për qëllime partijake nga VMRO DPMNE. Lidhur me këto akuza, i menjëhershëm ka qenë reagimi i VMRO DPMNE-s, të cilët thanë se LSDM mban konferenca për shtyp, që janë një arsye për të mbuluar mosveprimin dhe paaftësinë e kryetarëve të komunave të tyre. Konferencat për shtyp në panik, ku zëdhënësja në largim Kuzeska akuzon se kryetarët e komunave të LSDM-s po përballen me presion nga inspektimet, nuk janë gjë tjetër, veçse një kërkim për një arsye dhe justifikim për mungesën e rezultateve dhe projekteve të premtuara qytetarëve. A beson LSDM-ja se ligji nuk duhet të zbatohet për kryetarët e komunave të LSDM-s, apo se ata duhet të jenë arinj të bardhë të mbrojtur për të cilët procedurat nuk do të zbatohen, ndërkohë që do të zbatohen për të gjithë të tjerët. Treguesi më i mirë se qeveria qendrore po ndihmon qeverinë lokale janë 250 milion euro të vëna në dispozicion nga qeveria për komunat për projekte kapitale me përfitues edhe nga komunat ku LSDM-ja është në pushtet, thon nga VMRO. Valentin Manasievski, antari i Komitetit Qendror të VMRO DPMNE-s, ka deklaruar sot se vendi ku takuan dhe vepruan vrasësit e Vanjës dhe Pançës tani është në pronësi të Levicës. Sipas tij, në të njëjtën ndërtesë të lidhur me Palçon, Zoran Ivanovski, një mik i ngushtë i Apasievit dhe antar i Komitetit Qendror të partisë së tij, ka hapur tani një kafene pavilionit 36. Kafeja e mikut të Apasievit është hapur në hapësirën e biznesit që Levica e bleu për një çmim shumë të ulët. Si Levica, ashtu edhe Apasiev janë demaskuar. Fakti që ata i gënjyen antarësinë e tyre me moral të lartë dhe modesti doli të ishte gënjeshtra më e madhe, ka deklaruar Manasievski. Ai është pyetur edhe për qëndrimin e kreut të LSDM-s Venko Filipçe ndaj ish kryeministrit Zoran Zaev. Venko Filipçe pranoi dy gjëra. E para është se vetmja gjë për të cilën ai është krenar është Zoran Zaev. E dyta, se ai ndjek politikën e butësisë së Zaevit ndaj Bullgarisë deri në milimetrin më të vogël. Kjo është arsye pse gjysma e qytetarëve nuk e njohin Venko Filipçen si udhëheqës të opozitës. Kjo është arsye pse SDS është sinonim i paaftësisë, krimit dhe tradhtisë. Në shënimin e ditës së personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë homazhe edhe në parkun memorial të zhdukurit me dhunë nga Serbia afër bibliotekës kombëtare. Ai nuk është deklaruar sa i përket shënimit të kësaj dite, por as pyetjeve të gazetarëve për sa i përket ngërçit politik për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Bashkë me Kurtin, homazhe ka bërë edhe kryetari i Komisionit Qeveritar për personat e zhdukur Andin Hoti, i cili tha se të zhdukurit dhe plaga tyre nuk janë plag individuale, por një plag kolektive që prek tër Shqipërinë kosovare. Të zhdukurit dhe plaga jonë nuk është
individuale, por është një plagë që prek gjithë shoqërinë tonë, është një plagë që nuk mund të ketë normalitet, siç kam thënë edhe hera tjera, pa u zgjidh, pa u treguar vërteta dhe pa ardhur drejtësia në vend. Të zhdukurit nuk mund të shërohen si plagë vetëm me kalimin e kohës. Kjo plagë do të shërohet vetëm atëherë kur drejtësia do të vijë në vend, vetëm atëherë kur e vërteta do të tregohet familjeve. Siç e dim tashmë dhe që po e potencojmë që disa herë, zhdukjet, vrasjet apo edhe dërgimi i trupave me frigoriferë dhe pajisje ndryshme në përvarreza masive në Serbi nuk janë thjesht akte lufte. Ka dështuar konstituimi i Kuvendit të Kosovës për herë të 7 me radhë që nga 15 prilli, Kuvendi i Kosovës vetëm ka arritur të procedoj betimin e deputetëve dhe ka ndaluar konstituimin e tij te pika e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetvendosje vazhdimisht, sikurse edhe sot e ka propozuar për kryetarin të Kuvendit deputetën Albulena Haxhiun. Haxhiu nga 109 deputet të pranishëm në sallë mori në këtë seancë si zakonisht 57 vota pro, ndërsa kundër ishin 41 dhe 3 abstenuan. Të paktën 52.243 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit që nga tetori vitit 2023, ka thënë Ministria e Shëndetësisë së Gazës. Në një deklaratë, ministria tha se 51 persona janë vrarë në sulmet izraelite në enklavë në 24 orët e fundit, ndërsa 115 të tjerë janë plagosur, duke quar numrin e të plagosurve në 117.639. Shumë viktima janë ende të bllokuara në rënoja dhe në rrugë pasi ekipet e shpëtimit nuk janë në gjendje të t'i arrijnë ato, ka shtuar ajo. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.